Danieli Sufaj është një prej të rinjve pogradecar që ka zgjedhur të ndërtojë të ardhmen e tij profesionale në fushën e teknologjisë dhe informatikës. Pas përfundimit të studimeve, Danieli ka nisur të aplikojë njohuritë e marra në një projekt konkret. Me mundësitë e tij financiare, ai ka ndërtuar prototipin e parë të një roboti multifunksional, i cili mund të monitorojë temperaturën, lagështirën dhe intensitetin e dritës si dhe të sinjalizojë në rast zjarri. Kam krijuar një robot inteligjent me mikrokontrolluesin ESP32 që është nga pajisjet më të njohura të kësaj fushë dhe përdoret gjerësisht në projektet e kësaj fushë. Gjithashtu, në lidhje me këtë mikrokontrollues, kam përdorur dhe sensor të ndryshëm duke i kombinuar dhe si përfundim kam nxjerrë një robot i cili ka aftësinë të lëvizit, të monitoroj kushtet atmosferike, na shërben si matës i temperaturës, i lagështisë, i intensitetit të dritës dhe i sinjalizuesit të zjarrit ose të tymit. Danieli synon ta zhvillojë më tej robotin duke i shtuar funksione të reja dhe duke e përshtatur edhe për përdorim në ujë. Ky ishte thjesht një prototip, por më vonë besoj se do krijoj diçka më të avancuar që mund të futet edhe në liçenin ton, për shkak se na duhet të masim ndotjet ose diçka tjetër ose eksplorimin e liçenit të bëjmë diçka më të sofistikuar. Shembulli i Danielit tregon pasionin dhe interesin që të rinjt kanë për teknologjinë, ndërsa sfidë mbetet gjetja e një vendi pune ku këto aftësi të mund të vihen në praktik.